Policia gjermane miq të dashur ka njoftuar se mashtruesit dhe kriminalët janë futur kohët e fundit edhe në fushën e zyres fiskale apo Finanzamt siç quhet në gjermanisht. Në disa zona të Gjermanisë kriminalët kanë dërguar në adresa të shumta, në adresa të shumë qytetarëve, pra të ashtu quajtura vlerësime të deklarimeve tatimore që janë të rreme apo shtore beshajt, siç thuhet në gjermanisht, ku mashtruesit kërkojnë që në emër të obligimeve për tatime të paguhen shuma të caktuara parash. Kjo mund të jetë shumë e rrezikshme, për shembull për ata që kanë bërë deklarimin e tatimeve dhe tani presin përgjigje. Këto vlerësime vijnë gjoja nga Finanzamt, por ky është një origjinal, pra por kujdes sepse janë të falsifikuara. Policia rekomandon që të gjitha dokumentet që vijnë të shikohen me shumë vëmendje dhe të mos paguhet asgjë, pa qenë i sigurt se bëhet fjalë për dokumenta autentik të ardhur nga autoritetet zyrtare. Kujdesi duhet të jetë edhe më i madh, sepse edhe kriminalët janë bërë kohët e fundit gjithnjë e më profesional, në veçanti në fushën e internetit. Megjithatë, policia njofton se edhe këto falsifikime dhe mashtrime mund të identifikohen në qoftë se e shikoni me vëmendje. Për shembull, në dokumentat që janë dërguar së fundi e që janë të falsifikuara, gjoja pra si vlerësime tatimore apo shtojer beshajt siç quhet në gjermanisht, siç e thash, jepen numra të falsifikuar identimi, pra ID falso të taksave, ose jepen të dhëna të gabuara të Finanzamtit që është përgjegjës për ju. Këto të dhënat natyrisht që i shikoni këtu janë pra numrat identifikuar që duhet i shikoni me vëmendje. Në këto dërgesat e fundit është shkruar për shembull edhe titulli Finanzbehörde der Bundesrepublik Deutschland, një titull që nuk ekziston fare. Këtu shkruhet në fakt Finanzamt. E këto dokumenta shpesh kanë edhe vula të falsifikuara si dhe gabime drejtshkrimore dhe gramatikore. Andaj, të gjithë ju që keni marrë këto ditë ndonjë dokument nga gjoja Finanzamt, më mirë është që ta kontrolloni mirë, ta shikoni me shumë vëmendje e në raste të dyshimeve të kontaktoni edhe vetë zyren fiskale, pra të merrni në telefon Finanzamt dhe të pyetni nëse ata me të vërtet e kanë dërguar ndonjë dokument me vlerësimet tatimore. Policia po ashtu njofton se kohët e fundit janë shtuar edhe thirrjet telefonike, si dhe emailat, pra dërgimet me email të kriminalëve ku kërkohen të dhëna personale apo bankare. Autoritetet e Finanzamtit njoftojnë se bashkëpunëtorët e tyre kur nuk thrasin me telefon, me SMS apo me WhatsApp ku të kërkojnë të dhëna personale si ato për të dhënat bankare për shembull apo të dhënat të tjera të ngjashme. Andaj, gjithmonë kur keni ndonjë dyshim, duhet të ruani qetësinë dhe më së miri është që mos të jepni kurfar të dhënash tuaja personale, sepse institucionet zyrtare nuk kërkojnë të dhëna me telefon, nuk kërkojnë të dhëna me email apo me SMS dhe me WhatsApp. Më së miri është me njëherë pra ta ndërpritni bisedën dhe të merrni vetë në Finanzamt apo të njoftoni policinë me njëherë për thirrjet e dyshimta. Edhe nëse merrni emaila të dyshimt, e të tillë vërtet ka shumë kohë të fundit, ku kërkohen të dhënat tuaja për pagesa apo të dhënat personale, si numrat e llogarive e tjerë, duhet të keni shumë kujdes sepse mund të jenë mashtrime. Pra, për çdo gjë, duhet të mendoni mirë dhe të kontaktoni policinë apo zyren tuaj fiskale në rast nevoje edhe konsulencën tuaj për tatime, natyrisht që në gjermanisht quhet shtojer berate, pra nëse keni. Dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video sepse vërtet mund të ndihmoj edhe të tjerët që kanë probleme të ngjashme apo mund të kenë probleme të tilla dhe të marrin ndonjë postë. E ne e dim që posta nga zyra fiskale në fakt rrallë herë është e këndshme. Faleminderit dhe mirupafshim.